Gjyqi është mafia. Kështu shpërtheu babai i Frosines së ndjerë i revoltuar nga dënimi që gjykata e caktoi për Vasil Jovanovin, që e kishte shtypur me veturë për vdekje. 21 vjeçarin Jovanov gjykata e dënoi me 12 vite burg. Gjithashtu ai mori ndalesë për vozitje të automjetit për 5 vite. Gjykatësja Snežana Markovska tha se dënimi më i ulët për këtë vepër penale është 4 vite, kurse më i larti 20. Но она, что судот го цени како одежителна околност, е загубата на еден млад човечки живот. Во оваа смисла, кога последиците кои инаку го сочинуваат битието на кривичното дело, се тешки по интензитет, како во конкретниот случај. Babai i Frosinës Todor Kulakovi pak kënaqur nga ky vendim thosë se gjykata i mbron mafiozët. Sipas tij, asgjë nuk ka ndryshuar. Ligji i mbron, siç thot ai, dilerët e drogave dhe injoron familjet e viktimave. Животот одамна е докажано дека është dëshmuar që moti se jeta nuk ka vlerë, pikërisht për shkak të ligjeve në këtë jo shtet. Prandaj, ky dënim është kështu i turpshëm dhe i dhimbshëm për të gjithë shoqërinë. Familjarët e viktimave të vrara injorohen me ligj, kështu për një diler i dënuar droge, Vaso, kemi dënime të këtilla që rrjedhin me siguri nga skandale korrupsioni. Prokuroria këtë dënim e konsideron fitore të madhe, megjithatë bëri me dije se do të ankohen për të kërkuar dënim më të lartë. Dita e sotme për prokurorinë është fitore e madhe, sepse u caktua dënim që në historinë e kësaj gjykate për këtë vepër penale nuk është shqiptuar ndonjëherë për lartësinë e dënimit. Megjithatë, prokuroria do të bëjë ankesë për të kërkuar dënim edhe më të lartë. I pakënaqur me vendimin gjyqësor është edhe avokati i Vasil Jovanovit, Sasho Dukovski. Ai thotë se vendimi nuk është në përputhje me praktikën gjyqësore, duke shtuar se do të ankohen për të kërkuar dënim më të ulët. Një vendim i tillë nuk është në përputhje me praktikën gjyqësore. I njëjti aksident trafiku në vitin 2019 në të njëjtin vend përfundoi me një dënim përfundimtar prej 3.5 vitesh burg. Kujtoni vendimin e Veles me vetëm një vepër penale më shumë, përfundoi me 8 vjet burg. Vasil Jovanov më 29 janar duke vozitur veturën e tij pa leje dhe me shpejtësi 91 km/h në ndikimin e alkoolit në bulevardin Aradhat Partizane në vendkalimin për Këmsor e goditi Frosina Kulakova, e cila ishte duke kaluar rrugën në semafor të gjelbërt. Kulakova nga goditjet e forta ndorroi jetë në vend ngjarje.